nderuar Jezu Krishti, të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra, ju flet Radio Maria e Kosovës, një zëj krishter në shtëpinë tënde. Mirë se erdhët në emisionin ton Pyetje përgjigje nga fusha e teologjisë morale. Jemi në kohën e verës, në kohën kur shumë njerëz nisen për pushime, udhëtime, vizita të afërmit apo thjesht kërkojnë disa ditë qetësie pas një viti pune e angazhimi. Fjala pushim tingëllon bukur për secilin prej nesh, gjithë kemi nevojë të pushojmë. Këtë e ka vendosur vetë hyji në natyrën tonë. Ne nuk jemi makina që punojnë pa ndërprerje, jemi krijesa me trup dhe shpirt të cilat ka nevojë për ritmin e punës dhe të pushimit. Por lind një pyetje shumë e rëndësishme, a pushon edhe besimi ynë fetar gjatë pushimeve? Shpesh ndodh që gjatë pushimeve ndryshojmë orarin, vendin ku jetojmë për disa ditë, zakonet e përditshme. Mirë po, a duhet të ndryshoj edhe marrëdhënia jonë me Zotin? A mund të ketë pushime edhe jeta shpirtërore? Në Ungjil shohim se edhe vetë Jezusi i ftonte apostujt, e jani dhe ju në një vend të pabanuar, e pushoni pak në vetmi. Lexojmë te Marku Ungjilltar, kapitullin e 6. Kjo na tregon se pushimi është një dhuratë dhe një nevojë. Megjithatë, Jezusi nuk i largon nxënësit nga ati, por i çon drejt një pushimi që e ripërtrin trupin, mendjen dhe shpirtin. Pushimi i krishter nuk është arratisje, ikje nga Zoti, por një mënyrë tjetër për ta takuar atë. Ndoshta pikërisht gjatë pushimeve kemi më shumë kohë për të soditur, për të medituar bukurinë e maleve, detit, pyjeve, qiellit me yje, lindjen dhe perëndimin e diellit. Kemi më shumë kohë për familjen, për fëmijët, për një bisedë të qetë, për një lutje të bërë pa nxitim, për një meshë të kremtuar me zemër më të lirë. Kemi mundësi të dëgjojmë përsëri zërin e Zotit, i cili shpesh humbet në zhurmën e përditshmërisë. Por për fat keq, pushimet mund të bëhen edhe kohë shpërqendrimi, konzumizmi, teprimi, humbje të ritmit shpirtëror, madje edhe largimin nga Zoti. Ka njerëz që gjatë pushimeve nuk luten më, nuk marrin pjesë në meshë, nuk e lexojnë më fjalën e Zotit dhe e lënë fen sikur ta kishin futur në valigje për ta hapur përsëri vetëm kur të kthehen në shtëpi. Prandaj sot të dëshirojmë të flasim për një temë shumë konkrete dhe shumë aktuale, pushime me Zotin. Së bashku do të mundohemi të përgjigjemi pyetjeve që shumë besimtari bëjnë, si të pushojmë në mënyrë të krishterë, si të jetojmë pushimet në familje, çfarë na mëson bukuria e krijimit, pse Jezusi kërkonte kohë për pushim, a mund të bëhet një shëtitje edhe një lutje? Si të mos e humbasim meshën gjatë udhëtimeve. Shpresoj që kjo bisedë, ky reflektim të na ndihmojë të kuptojmë se pushimet nuk janë një kohë kur largohemi nga Zoti, por një kohë kur kemi mundësi ta gjejmë atë edhe më afër, në familje, në natyrë, në heshtje, në eukaristin mesh dhe në çdo hap të udhëtimit tonë. Juftoj të na ndiqni me vëmendje dhe nëse keni pyetje apo përvoja që dëshironi t'i ndani me ne, mos hezitoni na shkruani. Me ju është domështjefni, le ta jetojmë këtë verë si një kohë hiri, falenderimi dhe ripërtritjeje, që kur të kthehemi nga pushimet të mos jemi vetëm më të çlodhur fizikisht, por edhe më të fortë në fe dhe më të bashkuar në familje dhe më afër Krishtit. Ju uroj dëgjim të këndshëm dhe hyj e bekov secilin prej jush. Qëndroni me ne.
Mirëmëngjes të dashur dëgjues të dashur vëllezër dhe motra, po fillojmë me pyetjen e parë, si të pushojmë në mënyrë të krishterë. Kjo është një pyetje shumë e bukur sepse na ndihmon të kuptojmë se pushimi nuk është vetëm çështje fizike, por edhe shpirtërore. Sot jetojmë në një shoqëri me dy ekstreme, domethënë dy skaje, dy teprime. Disa punojnë pa pushim, duke menduar se vlera e tyre matet vetëm me atë që prodhojnë. Të tjerë e kuptojnë pushimin si një kohë ku gjithçka lejohet, pa kufi moral dhe pa vend për Zotin. Asnjëra nuk është rrugë e krishterë. Në librin e Zanafilës lexojmë se pasi hyi e krijoi botën për 6 ditë, ditën e 7 pushoi. Natyrisht hyi nuk lodhet, por me këtë na jep një mësim të madh. Edhe njeriu ka nevojë për ritmin e punës dhe të pushimit. Pushimi nuk është humbje kohe, është pjesë e urtisë së krijimit. Edhe Jezusi e jetoi këtë ritëm pas ditëve të gjata të predikimit, shërimit të smurve dhe të takimeve me turmat. Ai u thoshte apostujve: "Ejani dhe ju në një vend të pabanuar e pushoni pak në vetmi." Pra Jezusi nuk e lavdron aktivizmin pa kufi. Ai e di se njeriu i lodhur nuk mund të shërbej mirë, nuk mund të lutet mirë dhe as të doj mirë. Çka nuk është pushimi krishter? Pushimi nuk do të thot me harru Zotin. Nuk do të thot me lanë me një anë lutjen, meshën e së dielës, jetën morale apo përgjegjësitë tona. Nuk do të thot kërkojmë argëtim me çdo kusht, edhe nëse ai na largon nga dinjiteti ynë si bijtë Zotit. Shpesh dëgjojmë dikë të thot jam me pushime prandaj edhe nga mesha po pushoj. Kjo është një keq kuptim. Ne mund të pushojmë nga puna, por nuk pushojmë nga dashuria. Ashtu si një baba nuk pushon se qenuri baba gjatë pushimeve, edhe një i krishter nuk pushon se qenuri nxënësi i Krishtit. Pushimi duhet të na rindërtoj. Një pushim i mirë është ai pas cilit kthehemi më të qetë, më të gëzuar dhe mirënjohës dhe më afër njerëzve që i duam. Nëse pas pushimeve ndihemi më të irrituar, më egoist, më të varur nga telefoni apo nga zbavitjet, atëherë ndoshta kemi ndryshuar vendin, por nuk kemi pushuar vërtet. Pushimi i krishter është një kohë për të rikthyer ekuilibrin në jetën tonë. Është kohë për disa nevoja tona fizike dhe shpirtërore, të flem mjaftueshëm, të kujdesemi për shëndetin, të kalojmë kohë me familjen, të lexojmë një libër të mirë, të soditim natyrën, të lutemi pa nxitim dhe të falenderojmë Zotin për gjithçka që na ka dhënë. Kur pushojmë, e pranojmë se bota nuk mbahet vetëm nga puna jonë dhe kjo tregon edhe një akt besimi. Nganjëherë mendojmë se gjithçka varet prej nesh. Por pushimi na mëson përvujtrin. Hyi vazhdon ta udhëheqë botën edhe kur ne ndalemi. Kjo është arsyeja pse pushimi mund të bëhet një ushtrim i bukur besimi, feje. I lëm vend Zotit dhe pranojmë se jeta nuk është vetëm prodhim, fitim dhe angazhim, por edhe marrëdhënie, soditje, kundërim, meditim dhe falenderim. Një këshill praktike para se të niseni për pushime, mos mendoni vetëm çfarë rrobash do të marr ose ku do të shkoj. Pyesni edhe ku është kisha më e afërt, në cilën orë kremtohet mesha, çfarë libri shpirtëror do të marr me vete, si do të gjej çdo ditë disa minuta për lutje. Kur planifikojmë edhe jetën shpirtërore, pushimet bëhen jo vetëm më të bukura, por edhe më frytdhënëse. Me pak fjalë, një pushim i krishter nuk është largim nga Zoti, por një mënyrë e re për ta takuar atë. Kur pushojmë me Zotin,
nuk rikthehemi vetëm me më shumë energji në trup, por edhe me më shumë paqe në zemër. Të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra, po vazhdojmë me pyetjen e dytë që ka të bëjë me pushimet në familje. Pushimet janë një nga dhuratat më të bukura që një familje mund t'i bëjë vetes. Jo sepse shkon në një vend të shenjtë apo egzotik, por sepse më në fund ka kohë për të qenë bashk. Shpesh gjatë vitit secili jeton me ritmin e vet, prindrit në punë, fëmijët në shkollë, angazhimet e shumta, telefonat, takimet, e nganjëherë ndodh që familja jeton në të njëjtën çati, por mezi gjen kohë për të biseduar. E pushimet janë një mundësi e artë për ta rindërtuar këtë bashkim. Familja nuk ka nevojë vetëm për para, por për kohë, vëmendje. Sot shumë prindër punojnë shumë për të siguruar fëmijëve një jetë më të mirë. Kjo është një sakrificë e bukur. Megjithatë, fëmijët nuk kanë nevojë vetëm për gjëra materiale. Ata kanë nevojë për praninë e prindërve. Një ditë e kaluar së bashku, një shëtitje, një bisedë e qetë, një lojë, një vakt i përbashkët, ushqimor, shpesh vlen më shumë se dhuratat më të shtrenjta. Në fund të jetës, askush nuk do thotë sikur të kisha punuar edhe më shumë. Por shumë njerëz thonë sikur të kisha kalu më shumë kohë me familjen time. Do të thënë edhe këtë, pushimet nuk janë arratisje, nuk janë ikje nga familja, por kthim tek ajo. Nga njerëz secili kalon pushimet me telefonin dorë. Babai lexon lajmet, nëna i shikon rrjetet sociale, fëmijët luajnë lojra elektronike, janë gjithë bashkë fizikisht, por secili jeton botën e vet. E një pushim i krishter na fton ta ngadalsojmë rritin dhe ta rizbulojmë gëzimin e pranisë që jemi bashkë. Le të bisedojmë më shumë. Kujtoni disa gjëra që i keni kalu së bashku. Le ta dëgjojmë njëri tjetrin. Vërtet t'i kushtojmë vëmendje njëri tjetrit. Le të qeshim së bashku. Le të ham në një tryezë pa telefon. Le të krijojmë kujtime që do të mbeten gjatë në zemrat e fëmijëve. Mos harrojmë që Jezusi e donte jetën familjare. Ungjit na tregojnë shumë për vitet e fshehta të Jezusit, por dim se ai kaloi rreth 30 vjet në familjen e Nazaretit. Kjo nuk është rastësi. Shpëtimtari i botës zgjodhi të rritej në një familje duke jetu dashurinë e përditshme, punën, lutjen dhe jetën e zakonshme. Kjo na tregon se familja është vendi i parë ku mësohet dashuria, falja, respekti dhe besimi. Mos harrojmë që pushimet janë edhe kohë për t'i shëru marrëdhëniet, raportet. Ndoshta gjatë vitit kanë mbet fjalë të pathëna, keqkuptime ose plagë të vogla, ndoshta edhe të mëdha. Pushimet janë një rast i mirë për të kërkuar falje, për të thënë faleminderit, më fal, të dua. Janë 3 shprehje të vogla, por që kanë fuqinë me ndryshu atmosferën e një shtëpie. Mos e harroni Zotin familje, se pa Zotin nuk keni me mujt me thonë falem. Një familje e krishterë nuk e merr Zotin me vete vetëm kur shkon në kish. Ajo e merr atë në çdo udhtim. Sa bukur është që para nisjes me bën shenjën e kryqit, edhe një lutje të shkurt.
Sa bukur është që në mbrëmje familja me falendëru Zotin për ditën. Sa bukur është që të dielën me marr pjesë së bashku në meshën e shajt. Fëmijët nuk do ta kujtojnë vetëm vendin ku kanë qenë me pushime. Ata do ta kujtojnë edhe atmosferën që e kanë përjetu. Nëse i shohin prindri duke u lut, duke falendëruar Zotin dhe duke e jetu fen me gëzim, kjo do të mbetet një trashëgimi shumë më e çmuar se çdo fotografi. Një këshill praktike përpiqeni që çdo ditë me gjetë të paktën një orë e gjithë familja me qenë së bashku, pa telefona dhe pa shpërqendrime. Bisedoni, ecni, luani, lutuni, qeshni. Këto janë momentet që e ndërtojnë një familje. Mos mendoni që duhet të bërë diçka spektakolar. Këto janë gjëra jashtëzakonisht çmueshme. Me pak fjalë le ta kujtojmë këtë vërtet. Pushimet më të bukura nuk janë domosdoshmërisht ato që kushtojnë më shumë, por ato ku zemrat afrohen më shumë, ku Krishti është në qendër të familjes, edhe një ditë e zakonshme mund të bëhet pushimi më i bukur. Të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra, jeni duke shoqëruar me valët e Radio Marisë së Kosovës, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Jemi me emisionin Pyetje përgjigje nga fusha e teologjisë morale. Ju flet Dom Shtifni. Kemi ardhur deri te pyetja e tretë që ndërlidhet me bukurinë e krijimit. Kur flasim për pushimet, shumica prej nesh mendojnë menjëherë për malin, detin, liçenin, pyllin apo ndonjë vend ku natyra e shfaqet bukurinë e saj, dhe kjo nuk është rastësi. Zemra e njeriut tërhiqet natyrshëm nga bukuria, sepse vetë trupi ynë është natyrë, sepse është krijuar për të soditur, për të kundërruar të bukurën. Për ne të krishterët, natyra nuk është thjesht një peizazh i bukur, ai është një libër i hapur në të cilin hyi i ka lënë gjurmët e tij. Shën Pali thot se madhështia e hyjit mund të njihet edhe përmes krijimit. Kur e sodisim, e kundërrojmë qiellin me yje, malet e larta, detin pafund, lulet e fushës apo një perëndim dielli, zemra jon pyet vetvetiu, kush e ka bërë gjithë këtë bukuri? Mos harrojmë që krijimi na çon te krijuesi. Ka njerëz që e admirojnë natyrën, por ndalen vetëm te bukuria e saj. I krishteri shkon një hap më tej, ai e shikon natyrën si një pasqyrim, si një reflektim i urtisë, mençurisë, fuqisë dhe dashurisë së Zotit. Ashtu si një piktur të çon te piktori, një simfoni te kompozitori, edhe krijimi na çon te krijuesi. Prandaj, kur jemi në pushime, mos nxitoni vetëm me bën fotografi. Merrni edhe pak kohë për me sodit, për me meditu, me kundru, heshtje. Nganjëherë 1 minutë heshtje para një peizazhi të bukur vlen më shumë se qindra fotografi. Mos harrojmë që vetë Jezusi e përdorte natyrën për me fol për mbretërinë e Zotit. Në Ungjil, pra Jezusi flet vazhdimisht për krijimin. Ai tregon për zogjtë e qiellit, për zambakt e fushës, për hardhin, për faren e sinapit, për grurin, delet, peshqit, pemët dhe stuhit në det. Pse? Sepse natyra është një mësuese e heshtur. Ajo na mëson besimin, durimin, rritjen dhe shpresën. Kur e shohim një pemë që rritet ngadalë, e kuptojmë se edhe jeta shpirtërore kërkon kohë. Kur i shohim valët e detit, e kujtojmë se edhe jeta jonë ka stuhi, por Krishti është Zot mbi to. Kur ngjitemi në një mal, e kuptojmë se edhe
shenjtëria kërkon përpjekje, por pamja nga maja ja vlen. Por krijimi na mëson edhe mirënjohjen. Një nga rreziqet e kohës sonë është se mësohemi me gjithçka dhe pushojmë së falenderuari. E marrim si të mirë qenë, ashtu duhet. Shumë e rrezikshme është kjo, të dashur vëllezër e motra. Pushimet janë një rast i mirë për me rizbulu mirënjohjen. Me rizbulu. Shumë angthe, shumë smundje të kohës sonë janë pikërisht për shkak se njerëzit janë bë të pafalenderueshëm. Sa herë e kemi falenderu Zotin për ajrin që thithim, për ujin që e pim, për diellin që na ngroh, për gjelbrimin që na qetëson, për zogjt që këndojnë pa kërku asgjë prej nesh. Kur zemra mëson me falenderu për këto dhurata të vogla, ajo bëhet më e lumtur dhe më paqësore. Kjo është arsyeja pse zemra jon gjen qetësinë në këto gjëra, sepse është e krijuar për Zotin, për të bukurën, e jo vetëm për të grumbulluar gjëra. Bukuria kërkon edhe përgjegjësi. Me sodit, me meditu krijimin, nuk mjafton. Duhet edhe me rujt atë. Se është diçka e bukur edhe e ruan. Papa Francesku na ka kujtuar shpesh se krijimi është shtëpia jone e përbashkët. Nuk jemi pronarët e saj, por kujdestarët, mbarështuesit. Një krishter nuk hedh mbeturinë në natyrë. Nuk e ndot ujin. Nuk e shkatërron pyllin dhe nuk sillet me shpërfilje ndaj krijimit. Të kujdesesh për natyrën është edhe një mënyrë për me falenderu Zotin për dhuratën e tij. Dashur vëllezër dhe motra, të dashur miq, natyra është edhe vend lutjeje. Natyra është vend lutjeje, jo vetëm kisha, por edhe natyra. Sa bukur është të recitosh një psalm duke ecur në mal. Sa bukur është të lutesh buzdetit duke i dëgjuar zhurmën e valve. Sa bukur është me falendëru Zotin gjatë kohës që e sodit e kundron lindjen ose perëndimin e diellit. Në ato qaste, krijimi bëhet si një kishë pamore, ku çdo gjë të flet për praninë e Zotit. Një këshill praktike, kur dilni për një shëtitje gjatë pushimeve, lini telefonin në xhep për disa minuta. Mos mendoni menjëherë me fotografu gjithçka. Ndaluni, merrni frymë thellë, edhe thoni me zemër: o Zot, sa të mrekullueshme janë veprat e tua. Faleminderit për bukurinë që e ke kriju dhe për sytë me cilët mund ta sodis. Ndoshta kjo do të jetë një nga lutjet më të bukura të pushimeve tuaja. Me pak fjalë, le ta kujtojmë këtë vërtet. Bukuria e krijimit nuk e ka si qëllim me na ndalë te vetja, por me na lartësu zemrën drejt krijuesit. Sa më shumë e sodisim e meditojmë botën me sytë e fesë, aq më shumë e zbulojmë dashurinë e Zotit të shkruar në çdo gjethe, në çdo val, në çdo mal dhe në çdo frymarrje të jetës. Të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra, po vazhdoj me pyetjen e katërt: mali, deti dhe Zoti. Kur vinë pushimet, shumë njerëz zgjedhin malin ose detin. Disa thonë unë e dua malin.
të tjerë u ndihem më mirë pranë detit, thojnë. E në të vërtet nuk është aq e rëndësishme se ku shkojmë, por si e jetojmë atë që e shohim. Mënyrën si. Për besimtarin, si mali, ashtu dhe deti janë vende ku mundet me taku Zotin. Natyra nuk është vetëm një peizazh për të fotografu. Është një ftesë për ta ngritur, për ta lartësuar zemrën drejt krijuesit. Pra, edhe mali mundet mu ba dhe është vendi i takimit me Zotin. Në shkrimin e shenjtë, mali e ka një domethënie të veçantë. Pikrisht në male hyi u është zbulu shumë njerëzve. Të na kujtohet Mojsiu e takoi hyin malin Sinai dhe i merr 10 urdhërimet. Profeti Elia e dëgjon Zotin jo në erën e fortë apo në tërmet, por në flladin e lehtë, puhisen. Jezusi shpesh ngjitet mal për të lutur. Në mal i zgjedh 12 apostujt, në mal i shpall lumnit, lumskamnorët në shpirt. Në malin Tabor e shfaq lavdin e tij dhe në malin e ullinjve lutet para mundimeve. Mali na mëson se për me taku Zotin duhet të ngjitemi. Ngjitja kërkon mund, tjerës, dorim dhe këmbgulje, ashtu si dhe jeta shpirtërore. Nuk bëhemi të shenjtë pa përpjekje. Por kush arrin në maj, sheh më larg. Edhe ai që ecën me Krishtin fiton një shikim më të thellë mbi jetën. Pra, përveç malit e kemi edhe detin. Edhe deti mundet mu ba vend i besimit. Edhe deti e zën një vend të rëndësishëm në Ungjil. Jezusi i thret peshkatarët pranë detit. Predikon nga barka, e qetëson stuhin, ecën mbi ujë. Pas ringjalljes takohet me nxënësit pranë liçenit të Tiberiades. Deti është i bukur, por edhe i fuqishëm. Nganjëherë është i qetë si pasqyrë gjam. E nganjëherë valët bëhen të frikshme. Ashtu është edhe jeta jonë. Ka ditë qetësie dhe ditë stuhish. Por Ungjilli çka thot? Na kujton se Krishti është gjithmonë në barkën tonë. Kur duket se gjithçka po fundoset, ai na thot, mos keni frikë. Prandaj, sa herë ta dëgjojmë zhurmën e valëve, kujtoni se asnjë stuhi nuk është më e madhe se dashuria e Zotit. Du ta themi edhe këtë, natyra na fton në heshtje. Sot jetojmë në një botë plot zhurmë. Telefoni ore ças tingëllon, muzika dëgjohet kudo, ekrani na ndjek në çdo hap. Mali dhe deti na ftojnë me zbulu heshtjen. Se hyi shpesh nuk flet në zhurmë, por në qetësinë e zemrës. Ndoshta gjatë pushimeve, gjatë kohës që e shikoni horizontin e pafund të detit ose madhështinë e maleve, keni me dëgju pyetje që nuk i keni dëgju prej kohësh. Si është marrëdhënia ime me Zotin? Nganjëherë t'imponohen disa pyetje, a jam i lumtur? Ku po shkon jeta ime? Këto pyetje janë dhuratë. Mos keni frikë prej tyre. Mos harrojmë, mali dhe deti nuk janë vetëm për trupin, por edhe
për shpirtin. Pra, me qenë se faktësh që ato janë gjëra fizike që i shohim, që i prekim, por edhe trupi jonë është i tillë, por ne jemi më shumë. Shumë njerëz kthehen nga pushimet me qindra fotografi, por pa asnjë kujtim shpirtëror. Do të ishte bukur që gjatë pushimeve të sillnim në shtëpi jo vetëm suvenire, por edhe një zemër më të qetë. Një vendim për me lutë ma shumë, me njohë Zotin ma shumë, për një falje të dhënë, një mesh që e ke jetu me përkushtim ose një psalm që e ke recitu në mes natyrës. Atëherë pushimet do të kenë qenë vërtet një kohë hiri. Një këshill praktike, nëse këtë verë shkonin mal ose në det, gjeni çdo ditë 5 minuta. 5 minuta vetëm për Zotin. 5. Ulluni në heshtje. Mos bëni fotografi. Mos e shikoni telefonin, celularin. Vetëm soditni, kundroni, këqyrni, kundrojeni, meditojeni. Pastaj thoni me zemër, o Zot, ti je më i madh se malet, më i thellë se deti, dhe më afër meje se fryma ime. Faleminderit që më flet edhe përmes bukurisë së natyrës, krijimit. Do të zbuloni se pushimet nuk janë vetëm ndryshim vendi, por edhe një udhëtim i zemrës drejt Zotit. Me pak fjalë, të themi kështu, mali na mëson ta ngrejmë shikimin lart. Se nga njerë edhe gjërat e kësaj toke ore qast tu pa vetëm të poshtë, kështu të themi. Kem nevojë me pa dhe lartë. Starojmë atë që thojmë në mishën shenjë, ti lartësojmë zemrat. Dhe na mëson t'i besojmë Zotit edhe në stuhi. Të dyja na kujtojnë se krijuesi është gjithmonë më i madh se krijimi, dhe se çdo bukuri e kësaj bote është vetëm një pasqyrim i zbehtë i bukurisë së Tij, domethënë bukurisë së Zotit të pafundme. Kemi ardhur deri te pyetja e 5, pse Jezusi pushonte? Kur dëgjojmë se Jezusi pushonte, dikush mund të habitet, ai ishte biri i hyjt, pse kishte nevojë për pushim? Përgjigjja është shumë e bukur. Jezusi është hyj i vërtet, por edhe njeri i vërtet. Ai mori mbi vete natyrën tonë njerëzore, me gjithçka që i përket asaj, përveç mëkatit. Ai e përjetoi lodhjen, etjen, urin, dhimbjen, lotët dhe nevojën për qetësi. E në këtë mënyrë na mësoi se pushimi nuk është shenjë dobësie, por pjesë e urtisë e mençurisë së jetës. Me këtë tregohet që Jezusi nuk ishte rob i punës. Ungjillit na tregojnë se ditët e Jezusit ishin shumë ngarkuara. Ai predikonte, shëronte të smurët, dëgjonte njerëzit, udhëtonte nga një vend tjetrin dhe shpesh turma ishte aq e madhe sa që ai dhe nxënësit nuk kishin kohë as për të ngrënë në një vend, thotë, krahasote Marku në Ungjilltar në kapitullin e 6. Megjithatë, Jezusi nuk
e lejoi punën ta robronte. Kur e pa lodhin e apostujve, u tha, ejani edhe ju në një vend pa banuar e pushoni pak në vetmi. Vëreni sa e bukur është kjo ftesë. Jezusi nuk thot punoni derisa të rrëzoheni. Ai kujdeset për njeriu në tërësinë e tij, për trupin, për mendjen dhe shpirtin. Mos harrojmë pra, Ungjilli na tregon se Jezusi kërkonte vendet qeta. Shpesh Ungjillit na tregojnë se Jezusi largohej në vende të vetmuara, të pabanuara. Jo sepse nuk i donte njerëzit, por sepse e dinte se dashuria ka nevojë për heshtje. Në vetmi, ai lutej, bisedonte me Atin, i ripërtrinte forcat njerëzore dhe shpirtërore. Edhe ne kemi nevojë për këto çaste. Nëse jetojmë vazhdimisht në zhurmë, nxitim dhe para ekraneve, zemra jon lodhet, sepse zemra jon është e krijuar për Zotin. Sa do na e grumbullojmë, hedhim gjëra në zemrën tonë, prapë nuk gjejmë kuptim. Pushimi nuk është vetëm të mos punosh, është të krijosh hapësirë që Zoti me fol. Edhe në jetën e Jezu Krishtit e shohim që Jezusi nuk e ndante pushimin nga lutja. Këtu qëndron një ndryshim i madh. Për shumë njerëz pushimi është largim nga gjithçka, madje edhe nga Zoti. Për Jezusin pushimi ishte gjithmonë i lidhur me Zotin, me Atin. Ai pushonte por edhe lutej. Ai pushonte por nuk e ndërpriste misionin. Ai pushonte por mbetej gjithmonë i hapur ndaj nevojave të tjerëve. Sa herë që turma kishte nevojë për të, Jezusi nuk thoshte jam me pushime. Zemra e tij mbetej gjithmonë e gatshme për me dashur. Kjo është një mësim i madh edhe për ne, edhe kur pushojmë, nuk pushojmë së qendurit krishterë. Pushimi ishte dashur me qenë një mundësi për mu kthye më të fortë. Jezusi nuk pushonte për të ikur nga misioni, për të kthyer tek ai me më shumë forcë. Ashtu duhet të jetë edhe me pushimet tona. Pushojmë që të jemi prindër më të mirë. Pushojmë që të punojmë me më shumë gëzim. Pushojmë që të shërbejmë me më shumë dashuri. Nëse pas pushimeve kthehemi më nervoz, më egoist ose më larg Zotit, atëherë nuk kemi pushu siç duhet. Ka edhe një mësim tjetër shumë të rëndësishëm. Jezusi na mëson se nuk duhet të jetojmë sikur gjithçka varet vetëm prej nesh. Ndonjëherë mendojmë se nëse ndalim gjithçka do të shembet. Por Zoti vazhdon me mbajt botën edhe kur ne pushojmë. Prandaj pushimi është edhe një akt, një vepër për vujtnie. Na kujton se jemi bashkëpunëtor të hyjit, por nuk jemi hyji, nuk jemi Zoti. Një këshill praktike kur të merrni disa ditë pushimi, mos mendoni vetëm se si ta mbushni kohën me aktivitete. Lini edhe hapësira bosh, zbrasta. Pak heshtje, pak lutje, pak lexim të Ungjillit, një mesh gjatë javës, nëse është e mundur, kuptohet. Një shëtitje ku zemra mund bisedoj me hyjin. Mos keni frikë nga qetësia. Pikrisht aty Jezusi shpesh dëshiron me na fol. Me pak fjalë le ta kujtojmë këtë vërtet. Jezusi pushonte jo sepse donte të largohej nga Ati, por sepse donte të qëndronte edhe më afër Tij. Pushimi i krishterë nuk është ikje nga misioni, por përgatitje për ta jetuar atë me zemër të ripërtrirë. Kur pushojmë si Jezusi, ne mësojmë të jetojmë me ritmin e hyjit, të punojmë me përkushtim, të pushojmë me urti, me mençuri dhe të duam pa u lodhur kurrë së kërkuari atë.
Të dashur dëgjues, të dashur vëllezër dhe motra, jeni duke shoqëruar me valët e Radio Marisë së Kosovës, një zë krishterë në shtëpinë tënde. Mi është dëmshtjef, ne jemi në emisionin Pyetje përgjigje nga fusha teologjisë morale. Jemi duke biseduar, medituar për pushimet me Zotin, pushimet verore. Këtë rast kemi ardhur deri te pyetja e 6, ku do të flasim pak për shëtitjen si lutje. Kur e dëgjojmë fjalën lutje, zakonisht mendojmë për kishën, gjunjëzimin, meranxhonj, ruzaren apo librin e shenjtë. Gjitha këto janë mënyra shumë të bukura për mu lut, por lutja nuk kufizohet vetëm brenda mureve të kishës. Një krishter mundet mu lut edhe duke ecë. Nëse zemra është e drejtuar ka Zoti, edhe një shëtitje mund bëhet një takim me të. Mos harrojmë që Jezusi ecte shumë. Po ta lexojmë Ungjillin do të vërejmë se Jezusi kalonte pjesën më të madhe të jetës së tij duke ecë. Ai ecte nga Nazareti në Kafarnaum, nga fshati në fshat, në male, pranë liçenit, në përshkret e tir, në rrugën drejt Jeruzalemit. Madje edhe pas ringjalljes ai u bashkohet dy nxënësve në rrugën për në Emaus dhe ecën me ta. Kjo na tregon se Zoti nuk na pret vetëm në kishë. Ai ecën me ne edhe në rrugët e jetës. Çfarë do të thotë me ecë me Zotin? Shëtitja nuk është vetëm lëvizje e trupit. Ajo mund bëhet edhe një lëvizje e zemrës. Sa bukur është me ecë ngadalë, pa nxitim, duke sodit krijimin dhe duke bisedu me Zotin. Nuk është gjithmonë e nevojshme me përdor shumë fjalë. Nganjëherë mjafton me thënë: O Zot, faleminderit. O Jezus, qëndro me mua. O atë, udhëheqi hapat e mi. Lëre zemrën le të flas vetë. Le na kujtot ajo që ka thënë Shën Pauli, ne nuk dim si mu lut, por shpirti që është brenda nesh lutet. Nëse i lejojmë shpirtet vetë ka me lut. Nganjëherë na vjen me thonë: Zot, ki mëshirë. O lumi Jezu Krisht, zemër butë dhe i përvujt, bëj që zemra ime ti përngjaj zemrën sate. Ndore tënde o Zot. Pra, këto lutjet shkurtra, edhe nëse i thu me dashuri, ka një vlerë të jashtëzakonshme, ka një vlerë shumë të madhe. Shëtitja mundet me qenë edhe një moment soditjeje, pra kundërimi. Shumë shenjtër e kanë zbulu pranin e hyjet në natyrë. Shën Francesku i Asisit e quante diellin vlla dhe hënën motër. Ai e shihte gjithë krijimin si një himn lavdije ndaj krijuesit. Kur ecim në pyll, në mal, pra një lumi apo buzë detit, mund ta bëjmë të njëjtën gjë, të soditim, ta kundërojmë, të falenderojmë, të admirojmë, me admiru jetën, mu mahnit me jetën. Kjo i jep kuptim zemrës, sepse çdo pemë, çdo lule, çdo zog dhe çdo frym ere na kujtojnë se jemi në një botë krijuar me dashuri. Mos harrojmë që ecja na ndihmon edhe me dëgju. Jetojmë në një kohë ku jemi vazhdimisht të rrethuar nga zhurma, muzikë në kufje, telefonin dorë, njoftime pafund. Shëtitja, ecja mund bëhet një rast për me fik telefonin dhe për me hap zemrën. Do shta hyji, nuk kam unë a fol me Zot lartë, por do të na jap paqe. Do të na ndihmoj me marrë një vendim. Do shta ka me të kujtue dikë për cilin duhet të lutemi. Ka mu në ndihmu me pa jetën me më shumë qartësi. Një ide shumë e bukur gjatë pushimeve është që familja me bon një shëtitje zbashku. Jo vetëm për me bon fotografi, por edhe për me bisedu. Do shta në një qast caktuar mund ta recitoni një
10 qetruzarës, një mister. Për shembull, tash kina me thonë një 10 qetruzarës, po e meditojmë lindjen e Krishtit. Ose si Jezu Krishti ka themeluar Eukaristin, ose si është ngjall. Ose një psalm. Ose thjesht secili të thot për çka dëshiron me falendëru Zotin. Qoftë gjatë ditës, qoftë gjatë javës që ka përjetu diçka, ose gjatë një muaji, ose gjatë gjithë jetës. Për çka e kishe falendëru ti Zotin? Fëmijët kanë me mësu se lutja nuk është vetëm një detyrë, por një mënyrë e bukur për me jetu çdo ditë. Ecja e ka dhe një simbolik të mrekullueshme drejt jetës së amshuar. Në Bibël, jeta e njeriut shpesh përshkruhet si një ecje. Ne jemi shtektar. Nuk kemi këtu qytetin tonë përhershëm. Çdo hap që bëjmë në këtë botë na kujton se jemi në rrugë drejt shtëpisë së Atit. Prandaj, edhe një shëtitje e zakonshme mund të na kujtoj udhëtimin më të rëndësishëm, ecjen tonë drejt shenjtërisë. Një këshill praktike, provoni këtë ushtrim gjatë pushimeve. Dilni vetëm ose me familjen për një shëtitje për 20 ose 30 minutash. 5 minutat e para falenderoni Zotin, 5 minutat e tjera kërkoni falje, pastaj lutuni për familjen, për kishën, për ata që vuajnë. Në fund ecni disa minuta në heshtje, duke i dëgju vetëm tingujt e natyrës. Do të habiteni sa shumë paqe mundet me sjellë një shëtitje e tillë. Me pak fjalë le ta kujtojmë këtë mendim. Kur ecim me Zotin, asnjë rrugë nuk është e zakonshme. Çdo hap mund të bëhet një lutje, çdo frymarrje një falënderim dhe çdo peizazh një përkujtues se Zoti ecën gjithmonë pranë nesh. Ashtu si me nxënësit e Emausit, Krishti dëshiron edhe sot me na shoqëru në rrugën e jetës dhe me ndez zemrën tonë me praninë e tij. Dashur dëgjues, dashur vëllezër dhe motra, kemi mbërrinë deri te pyetja e fundit për këtë takim tonin, pyetja 7, si të mos e humbasi meshën gjatë pushimeve. Kjo është një nga pyetjet më të rëndësishme, do thosha, për një krishter gjatë verës. Shpesh ndodh që gjatë pushimeve ndryshojmë qytetin, shtetin, orarin dhe zakonet, por lind pyetja, a duhet të ndryshojë edhe marrëdhënia jonë me Zotin? Përgjigjja është e qartë, jo. Pushimet janë një kohë për të pushuar nga puna, por jo nga dashuria për Krishtin. E diela nuk del në pushim. Urdhrimi i tretë i kishës na kujton detyrimin për me marr pjesë ditën diele, ditën festë, turnume, marr pjesë në meshën e shenjtë. Kjo nuk është një rregull i vendosur për me na rëndue, por një dhuratë që na ndihmon mos me humb burimin e jetës sonë shpirtërore. Mendoni pak, a do thoshte një fëmijë jam me pushime prandaj nuk kam nevojë të takohem me prindrit e mi? Sigurisht që jo. Atëherë pse të themi jam me pushime prandaj nuk kam kohë për Zotin? Në të vërtetë pikërisht kur kemi më shumë kohë, kemi edhe më shumë mundësi me taku atë. Mos harrojmë që zemra e së dielës është mesha. Për një krishter e diela nuk është vetëm fundjava, është dita e ringjalljes Krishtit. Prandaj qendra e së dielës nuk është plazhi, restoranti apo shëtitja, por Eukaristia, një dashuri e
pastër. Para mendojni dikush ta do gjithmonë të mirën, po mezi pret me taku atë person. E që është Krishti. Gjithçka tjetër mund të organizohet rreth meshës, jo mesha rreth planeve tona. Kur e vendosim Krishtin vendin e parë, edhe pushimet e marrin një kuptim më të thellë. Pra, planifikoni dhe jetën shpirtërore. Kur organizojmë pushimet, zakonisht e kontrollojmë hotelin, rrugën, restorantet, motin, vendet që kemi mi vizitu, por sa prej nesh pyesin ku ndodhet kisha më e afërt, në cilën orë kremtohet mesha. Sot kjo është shumë e lehtë, me një kërkim të thjesht në internet ose duke pyetur vendasit, mund ta gjejmë kishën më të afërt. Është një shenjë e bukur se Zoti ka vend edhe në planet tona. Mesha gjatë pushimeve mund të jetë një bekim i veçantë. Shumë njerëz kanë përjetuar mesh në vendet ndryshme të botës, ndoshta nuk e kupton plotësisht gjuhën, por liturgjia është e njëjtë, i njëjti Krisht, i njëjti altar, e njëjta Eukaristi. Sa bukur është me kuptu se kisha është vërtet universale, domethënë katolike, e gjithëmbarshme. Kudo që shkon, gjen të njëjtin Zot që të pret. Ndoshta do të zbuloni një kishë të vogël, një fshat malor, një katedrale pranë detit apo një bashkësi të thjesht besimtarësh. Këto bëhen kujtime shpirtërore që mbeten gjatë në zemër. E çka nëse është e pamundur me shku në mesh ditën e diel gjatë pushimeve? Ka raste të jashtëzakonshme kur dikush nuk mundet me marr pjesë në mesh, mungesa e një kishe në afërsi, ose smundja, pamundësia reale për me udhëtu apo rrethona të tjera serioze. Këto raste nuk ka faj moral, sepse askush nuk është i detyruar të bëjë të pamundurën. Zoti nuk do që ti tash me bë të pamundurën, Zoti e bën të pamundurën. Megjithatë, edhe atëherë është mirë që e diela të shenjtrohet me lutje, me leximin e Biblës, fjalës së Zotit, me një akt të kungimit shpirtëror, kungohu shpirtërisht, dhe me dëshirën e sinqert për të kthyer sa më shpejt në Eukaristi. Por duhet jemi të kujdesshëm të mos e ngatrojmë pamundësinë me rehatin. Nganjëherë nuk mungojmë në mesh sepse nuk mundemi, por sepse nuk duam të ndryshojmë programin ton. E çfarë u mësojmë fëmijëve? Fëmijët shikojnë më shumë se sa dëgjojnë. Nëse prindrit thotë sot nuk po shkojmë në mesh sepse jemi me pushime, fëmia ka me kuptu se Zoti zë vend vetëm kur nuk kemi gjëra më interesante për me bë. Por nëse prindrit thonë s'pari kemi me shku në mesh, pastaj do të vazhdojnë pushimet, atëherë fëmia mëson një mësim që do ta mbajë gjithë jetën. Krishti është gjithmonë vendin e parë. Një këshill praktike, para se të niseni për pushime, bëni edhe këtë përgatitje shpirtërore. Gjeni kishën më të afërt me vendin ku do të qëndroni. Shikoni edhe orarin e meshve. Vendoseni në programin e familjes. Shkoni pak më herët dhe falenderoni Zotin për pushimet që ju ka dhënë. Keni me pa se gjithë dita e së dielës ka me marrë një dritë tjetër. Në fund, le ta kujtojmë këtë vërtet, pushimet janë një dhuratë e hyjit. Por dhe mesha është dhurata ma e madhe që Krishti ja ka lënë kishës. Ne mundemi me ndryshu qytetin, vendin apo shtetin, por nuk mundemi me ndryshue vendin që Krishti e zë në zemrën tonë. Kur e fillojmë të dielen me Eukaristin, me meshën shenjtë, edhe pushimet tona bëhen një kohë hiri, falenderimi dhe bekimi. Ja të dashur, dëgjues të dashur, vëllezër dhe motra,
Kështu kemi ardhur pra deri te përmbyllja e këtij emisioni, këtij takimi ton, në cilin folëm për një temë shumë të afërt për secilin prej nesh, pushime me Zotin. Shpresoj që nga kjo bisedë të kemi kuptuar një të vërtet të thjesht, por shumë të rëndësishme. Një i krishter nuk merr kur pushim nga dashuria ndaj Zotit. Mund të pushojmë nga puna, nga shkolla, nga ritmi i zakonshëm i jetës, por nuk pushojmë së qenuri bi e bija të Atit qiellor. Përkundrazi, pushimet mund të bëhen koha më e bukur për me forcu marrëdhënien ton me Krishtin. Le ta shohim çdo udhtim si një shtektim me Zotin. Çdo mal si një ftesë për ta ngritur zemrën drejt qiellit. Çdo det si një përkujtues për t'i besu Krishtit edhe në stuhitë e jetës. Çdo shëtitje si një mundësi për t'u lutur. Çdo tryezë familjare si një rast për me falenderu. Dhe çdo e diel si një takim të pazëvendësueshëm me Krishtin në Eukaristi. Mos harroni se fëmijët nuk do t'i mbajnë mend vetëm vendet ku i quat me pushime. Ata do t'a mbajnë mend mënyrën si jetuat si familje. Do t'a kujtojnë nëse jeni lutur së bashku, nëse keni marrë pjesë në meshën e shenjtë, nëse keni falenderu Zotin për bukurinë e krijimit dhe nëse keni gjetë kohë për njëri tjetrin. Prandaj këtë verë përpiqeni të sillni në shtëpi jo vetëm fotografi të bukura, por edhe kujtime të bukura shpirtërore. Sillni më shumë paqe, më shumë buzëqeshje, jo me zor. Askush s'po thot mi dhon zor me qesh, por gjej burimet brendshme që vërtet me qesh. Më shumë falje, më shumë dashuri, më shumë lutje dhe më shumë Krisht në zemra tuaja. Në fund dua t'ju lë një mendim të shkurtër, pushimet më të bukura nuk janë domosdoshmërisht ato që na çojnë më larg nga shtëpia, por ato që na çojnë më afër Zotit. Sepse kur Krishti ec me ne, çdo rrugë bëhet bekim, çdo ecje, çdo ditë bëhet dhurat dhe çdo pushim bëhet një kohë hiri. Me ju ishte Dom Shtjefni, ju falenderoj për vëmendjen dhe për bestikrinë tuaj ndaj Radio Marisë së Kosovës, një zënjë krishter në shtëpinë tënde. Nëse Zoti do të takohemi sërish në emisionin ton të ardhshëm, pyetje-përgjigje nga fusha e teologjisë morale, për të reflektuar së bashku mbi çështje të ndryshme të jetës sonë, dritën e Ungjillit dhe të mësimit të kishës. Deri atëherë, ju uroj pushime të mbushura me paqe, shëndet dhe gëzim. Zoti e bekoft çdo familje, i mbroft gjithë udhëtarët, i ruajt fëmijët tanë dhe na bëft gjithëve shtektar të shpresës që në çdo hap të jetës ta njohim, ta duam dhe ta ndjekim Jezu Krishtin. Qoftë lëvduar Jezu Krishti.